Një djalë i vogël ankohet tek nëna e tij për një dhimbje dhëmbi dhe ajo e çon tek dentisti. Por kur doktori e ekzaminoi fëmijën, ai u trem dhe thiri policinë. Dora ishte ulur në dhomën e saj modeste të ndenjes duke parë televizor, ndërsa priste të shkonte të merrte djalin e saj, Lukasin, nga shkolla. Vëmendjen ia ndërhoqi një raport mbi shtimin e rasteve të rëmbimeve të fëmijëve. Gjatë javës së fundit, 3 fëmijë ishin zhdukur pa lënë asnjë gjurmë, raportonte gazetari. Zemra ju drodh teksa imagjinonte dhimbjen e prindërve të atyre fëmijëve të zhdukur. O Zot, kush mund të jetë kaq i pamëshirshëm sa të marrë fëmijët prindërve të tyre? Mendoi ajo, pa ja ndarë syt ekranit. Ky lajm zgjoi tek Dora instiktin mbrojtës që kanë të gjithë nënat dhe e pushtoi një ndjenjë e madhe ankthi. Prandaj vendosi të shkonte më herët në shkollë për të marrë djalin e saj. Kur mbriti në shkollë, Dora vuri re se disa fëmijë të vegjël po merrnin kujdes dentar si pjesë e një fushate të përkohshme të organizuar nga shkolla publike. Atmosfera ishte e gjallë, fëmijët vraponin përreth duke parë procedurën me kurreshtje. Kjo ishte një përpjekje për të promovuar shëndetin oral tek fëmijët e vegjël. Dora ndjeu një far lehtësimi kur pa që djali i saj po merrte pjesë në këtë aktivitet bashkë me shokët e klasës. Lukasi u ngrit nga karrigja me një buzëqeshje të madhe dhe doli nga dhoma sapo pa nënën e tij që kishte ardhur ta merrte më herët. "Mami, shiko dhëmbët e mi, janë të gjithë të bardhë", tha i lumtur. Gruaja qeshi dhe përqafoi fort djalin e saj. Djali i vogël tregoi me krenari se nuk kishte qartë gjatë vizitës tek dentisti. Dora, emocionuar nga gëzimi i fëmijës së saj, qeshi dhe përqafoi sërish, e gatshme t'i dhuronte një ditë të lumtur. Për të festuar sjelljen e mirë të Lukasit, vendosën të shkonin në një dyqan ëmbëlsirash. Dita kaloi mes të qeshurash, trajtimesh të ëmbla dhe një lidhje të veçantë mes nënës dhe djalit. Kur u kthye në shtëpi, djali i vogël kërkoi leje të luante në obor, ndërsa nëna e përgatiste darkën. Dora pranoi dhe filloi të gatuante në kuzhinë. Lukasi i lumtur vrapoi menjëherë jashtë për të luajtur. Shtëpia e tyre ishte shumë modeste, me një garth të ulët, ata jetonin në një lagje të varfër, ku të gjithë mund të shihnin thjeshtësinë e jetës së tyre. Megjithatë, qetësia e lojës së tij u ndërprer kur topi i tij kaloi mbi garth. Djali u mërzit duke ditur se nëna e tij nuk do ta linte të shkonte larg pa e parë. Në atë moment të papritur, u shfaq një burr. Ishte një i panjohur që dukej sikur doli nga askundi. Ai mori topin dhe e thiri Lukasin, por djali, edhe pse i dyshimt, i tha se mamaja i kishte ndaluar të fliste me të huaj apo të dilte jashtë garthit. "Atëherë mund të bëhemi miq. Në këtë mënyrë, unë nuk do të jem më i huaj për ty, apo jo? Hajde, le të luajmë bashkë me topin. Çfarë thua?" sugjeroi burri me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Djali i vogël u mendua për një moment edhe pse e dinte që nuk duaj, por ai e donte topin e tij dhe kishte frikë se burri do t'ia merrte, dhe ishte gati të hapte portën kur nëna e tij instinktivisht doli me vrap nga shtëpia dhe bërtiti. "Lukas, ktheu menjëherë." Ky e ndryshoi të gjithë situatën. I huaj u tërhoq disa hapa prapa, hodhi topin përsëri në obor dhe pastaj u largua me vrap. Hipi në një makinë dhe u largua me shpejtësi, duke lënë Dorën me një ndjenjë të keqe. Kur u kthye në shtëpi, nëna i qortoi djalin që të mos fliste më kurrë me të huaj. Pas kësaj, ata hëngrën darkë dhe gjithçka duke i qetë. Por ndërsa nata afroi, Lukasi filloi të ankohej për një dhimbje të madhe dhëmbi, duke shprehur vazhdimisht qetësimin e tij. Dora, që e shihte djalin e saj duke vuajtur, premtoi se do ta zgjidhte këtë problem. Të nesërme në mëngjes, gruaja përgatiti gjithçka për të çuar djalin në shkollë, por me një ndryshim. Në vend që si zakonisht ta linte Lukasin të hipte në autobusin e shkollës, Dora, u udhëhequr nga instinkti i saj amnor, vendosi ta çonte vetë me makinë. Ajo kishte një makinë të thjeshtë, të cilën e përdorte vetëm për raste emergjente dhe për të shkuar në treg, sepse nuk kishte mjaftueshëm para për karburant. Por gjatë rrugës vuri re një makinë të panjohur që ishte ndalur pranë shtëpisë së saj dhe pushtoi një ndjenjë keqe. Madje mendoi se mund të ishte e njëjta makinë që ishte larguar me shpejtësi një ditë më parë, por më pas e bindi veten se ishte thjesht një rastësi. Në fund të fundit, ajo po nxitonte për në shkollë. Djali i saj kishte një dhimbje dhëmbi që po përkeqësoi dhe duhej të trajtohej sa më shpejt. Sapo mbritën, Dora informoi drejtorin për gjendjen e Lukasit dhe kërkoi që ai të vizitohej nga dentisti i shkollës. Por ai u befasua kur mësoi se mjeku nuk ishte më aty. Vizita e një dite më parë kishte qenë pjesë e një fushate të përkohshme. Drejtori i shkollës i sugjeroi Dorës të çonte djalin te një klinikë dentare aty pranë. Pa menduar 2 herë, ajo mori Lukasin për dorë dhe shkuan me njëra atje. Sapo mbritën në klinikë, një infermiere e sjellshme i priti dhe regjistroi djalin për një kontroll të shpejtë. Brenda pak minutash Lukasi u ftua të hynte në dhomën e kontrollit. Dora i shoqëroi djalin e saj dhe i shtrëngoi dorën për të siguruar që gjithçka do të shkonte mirë.
Dentisti, një burrë rreth të 5 vjetave me flokë të thinjura dhe një buzëqeshje të ngrohtë, i kërkoi Lukasit të hapte gojën për ta ekzaminuar. Por sapo ai hodhi një vështrim të afërt, fytyra e tij ndryshoi papritur. Ai ngriti vetullat dhe shikoi Dorën me një vështrim të çuditshëm. "Zonja, mund të vini pak më afër?" e pyeti ai me një ton serioz. Dora u afrua, e shqetësuar nga toni i tij. Dentisti e tregoi me dorë një vend në dhëmballën e pasme të djalit. "Ky dhëm nuk është një problem normal dentar", tha ai me zë të ulët, duke u siguruar që Lukasi të mos dëgjonte. "Çfarë doni të thoni, doktor?" e pyeti Dora, duke ndjekur një ftosësi të çuditshme që i përshkoi trupin. "Duket sikur diçka është vendosur qëllimisht brenda dhëmbit të tij." Zemra e Dorës filloi të rrihte më shpejt. "Çfarë? Si është e mundur kjo?" Dentisti u ngrit menjëherë nga venti dhe nxitoi të telefononte policin. Ai e dinte se diçka e tmerrshme po ndodhte dhe nuk kishte asnjë dyshim që duhej të vepronte menjëherë. Pas disa minutash, 2 oficer policie hynë në klinik dhe kërkuan të flisnin me dentistin. Ai u shpjegoi situatën dhe ata u afruan menjëherë te Dora dhe Lukasi. "Zon, a mund të na tregoni se ku dhe kur u kontrollua për herë të fundit djali juaj nga një dentist?" Dora e ndej tronditur nga ajo që po ndodhte. U përpoq të shpjegonte se një ditë më parë Lukasi kishte marrë pjesë në një fushat dentare në shkollën e tij. "A e njihni dentistin që e kontrolloi atë ditë?" "Jo, ishte një ekip që shkolla kishte sjell, por nuk e di se nga ishin." Oficerët u panë mes tyre me një vështrim serioz. Njëri prej tyre doli nga dhoma dhe filloi të fliste me radio me dikë tjetër. Ndërkohë, dentisti filloi një ekzaminim më të detajuar të dhëmbit të Lukasit dhe përdori një aparat të vogël për të bërë një reze X të zonës së dyshim. Ajo që u shfaq në ekran e bëri atë të mbulonte gojën me dorë nga hapia. "Këtu ka një mikrochip." Dora ndjeu sikur bota i ra sipër. "Çfarë po thoni? Si ka mundësi?" Policët u kthyen menjëherë dhe njëri prej tyre tha me zë të prerë: "Ky është një rast shumë serioz. Dikush ka vendosur një pajisje ndjekjeje brenda dhëmbit të djalit tuaj. Kjo mund të lihet dhe të lidhet me rrëmbimin e fëmijëve për të cilat po hetojnë." Dora nuk mund ta besonte atë që po ndëgjonte. Gjithçka filloi të merrte kuptim. Burri i dyshimt pranë shtëpisë së saj, makina e zezë që i kishte parë në mëngjes dhe tani ky mikrochip. Policia mori menjëherë masat. Njëri prej oficerëve e shoqëroi Dorën dhe Lukasin në komisariat për t'i marrë në mbrojtje, ndërsa tjetri nisi një hetim të thelluar për ekipin që kishte angazhuar fushatën dentare në shkollë. Pasi arritën në komisariat, Dora e shtrëngoi fort djalin e saj në krah duke u përpjekur të mos qante. "Do të kujdesemi për ju dhe do ta zbulojmë kush qëndron pas kësaj", i siguroi një oficer policie. Ndërkohë hetimi solli një zbulim tronditës. Ekipi i dentistëve që kishte vizituar shkollën nuk ishte as pak një organizatë mjekësore regjistruar. Ata kishin përdorur dokumente false dhe ishin zhdukur pa lënë gjurmë pas asaj dite. Policia tashmë kishte një drejtim të qartë hetimi. Ata ishin në ndjekje të një grupi të rrezikshëm që përdorte metoda të sofistikuara për të ndjekur dhe rrëmbyer fëmijë. Por një gjë ishte e sigurt. Dora kishte shpëtuar djalin e saj në momentin e duhur. Instinkti i saj i fuqishëm amnor dhe ndërhyrja e dentistit të vërtet kishte parandaluar një tragjedi. Tani, ajo e dinte që duhet të ishte më vigjilente se kur dhe se bota mund të ishte një vend i rrezikshëm për një fëmijë të pafajshëm.